Shpesh si qytetarë gëzohemi kur në marketet tona gjejmë produkte ushqimore me çmim ose me ofertë 1+1 gratis. Por fatkeqësisht, shpesh herë zhgënjehemi edhe rrezikojmë shëndetin tonë nga këto oferta. Po, sepse për një produkt ushqimor nuk mjafton vetëm të ketë afat të përdorimit. Domethënë, shumë e rëndësishme është edhe mënyra se si është ruajtur edhe ku është ruajtur ky produkt i cili na servohet neve për blerje. Para pak ditëve blejta ajk me speca me ofertën 1+1 gratis në një market në Kosovë, edhe ato të një firme që duket kogja serioze në tregun tonë. Kur shkova në shtëpi, e hapa paketimin, të dyja paketimet ishin të prishura. Aq shumë sa pamja sipër ajkës ishte e gjitha pembe. U mbush krejt shtëpia me erë të ranë e të keqe. Krejt kjo në paketim të ajkës me speca që shënonte se ka afat edhe disa muaj. Natyrisht produktet i ktheva në marketin ku i blejta, por askush nuk kërkoj falje, e besa nuk u ndjek keq, që u rreziku shëndeti jem, e as për faktin që e humba kohën. Shtrohet pyetja. Po sikur këto produkte t'i blente dikush që është i moshuar edhe mendzi ka dal nga shtëpia për me bërë. Po sikur këto produkte t'i kish ble dikush që ka probleme shëndetësore dhe mendzi ka ecë deri te marketi, a ja ka bëj një njeri i tillë marketit m'ja humb kohën ose m'ja harxhu 10 euro sa i ka ble ajkën edhe speca? Çka duhet të bëjmë ne si qytetarë në rrethana të tilla? Mënyra më e mirë për me i vedisu bizneset ose marketet tona është të mos heshtim. Ti bëjmë publike këto raste nëse na ndodhin. Ti publikojmë, pastaj portalet janë ato të cilat i përcjellin në publik. Në këtë mënyrë ne e luftojmë të keqen edhe e mbrojmë shëndetin edhe sigurinë tonë. Gjithashtu, raste të tilla duhet të raportohen në Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, numrin e të cilit e keni poshtë në ekran. Një institucion tjetër i cili merret me këtë çështje është edhe Inspektorati i Tregut. Numrin e Inspektoratit të Tregut e keni poshtë në ekran edhe mund t'i kontaktoni në rast se ballafaqoheni me një diçka të tillë. Sepse marketet duhet të na ofrojnë produkte të sigurta ushqimore. Shëndeti ynë është i yni. Nuk është për me eksperimentu marketet me ta.